mranda. Po ato gjëra kur ti punon shumë mranda, duhesh me punu për dikën që ta dëgjon, që kemi publik që din me ta dëgju. Po sot me 2 akorde, domethënë me 2 akorde që bëhen në një studio, ka miliona shikime që edhe unë ndonjëherë po them si ka mundësi, po kjo kuptohet që po dëgjohet, besoj, nuk mund të them, pak më përpara e theksoi dikush një njeri shumë të madh, që me këngët e tij njerëzit kanë marrë vendimin e kanë lënë familjet e tyre në diasporë dhe janë nisur me këngë duke dëgjuar këngë të Eli Shaqirit, të madh të Eli Shaqirit, janë nisur prej Gjenevrës, janë nisur për luftë. Domethënë i ka futur domethënë me zemër për më luftu kundër armikut. Do të thotë, po sot nuk ka as i kënga, edhe mi bëu as i kënga sot nuk dëgjohen. Po Mirë ka situata më e tillë. Nderuari Meri, domethënë mos gabosh emrin. Albert. Edhe do të thotë sot dëgjohen gjërat që nuk kanë tematik, nuk kanë shumë punë, nuk punon për 5 minuta deri 1 orë kryet kënga, klipi gjitha. Edhe kjo ndodhet te unë. Për shembull, kënga që ne kemi punuar këngë. Nuk është vetëm Eli Shaqiri, ka këngë edhe të Shkurtë Fejzës që i këndohen. Pra janë këngë që nuk kanë me vdek asnjëherë, kanë me qëndru gjatë pra tek ne dhe nuk mund të krahasu një famë e artistëve të tillë me famën e TikTokut. Bruno më pëlqeja përmendi që tha që më shumë ka me shku një video e një vajzë sa një video tjetër pra që realisht ka përmbajtje